ne kemi agjencisë të cilët po jepen prona publike për zhvillimin e tyre. Ku keni pasur pari të zim, unë e kam kuptuar këtë fjalën, është fjalë e Partisë Socialiste, si e qeverisë edhe po ashtu edhe e Bashkisë Tiranës, ku kemi parë këtë do thotë që abuzim. Dhe si e bëjnë këto? Japin kësaj agjencie prona publike dhe i thonë vendos ti tani se si do të bëhet projekti në gjitha merat. Ndërkohë që në procedurat e mëparshme do të ishte që do të vinin këto, do të vinin tek Këshilli Bashkiak. Dhe ne patjetër që jemi për si thua zhvillimin e kësaj zonës këtu, por si do të zhvillohet kjo zona, dhe do të kishte një debat në Këshillin Bashkiak se do të zhvillohej, do kishte qytetarët i komunitetit që do shprehin mendimin. Tani kemi agjenci që i bën dhe për të hequr funksione institucionit për vendosur në fakt. Thotë po, jeni dakord, po nuk mund të thuash që nuk je dakord për zhvillimin. Aman ti e di se çfarë do të bëhet me atë zhvillim dhe ti prandaj shprehesh kundër, jo se nuk e do zhvillimin, nuk e do përmirësimin e infrastrukturës, por nuk e do atë lloj, sepse ne kemi humbur dhe kemi shumë vështirë të rikuperojmë pas prona publike, të cilat janë tjetërsuar, kujtoj këtu te bulevardi i Ri që po tjetërsohet pronë publike për ortakun e Gaspajës, që është me titullin investitor strategjik, po është nga njerëzit i cili ka marrë po ashtu leje ndërtimi për të ndërtuar në Tiranë edhe në pjesë tjera, tani merr edhe pronë publike.